Ju, Gerta, të kalojmë tani në një kontekst tjetër, për atë roli yt si grua, pse mendon se është e rëndësishme që edhe gratë të kenë zë dhe të marrin vendime për lagjen ose fshatin ku ju jetoni? Mendoj se gratë nuk e kanë vendin që meritojnë në shoqëri në përgjithësi. Ama mendoj që gratë duhet ta marrin vendin që meritojnë. Ti nuk do t'jap, askush nuk do të bëjë asgjë. Ti do t'i marrësh, ti do të kesh aftësitë intelektuale për t'i marrë dhe këmbguljen për t'i marrë. Ama duhet që të pakten minimalisht ato mundësi që një vajzë i ka në qytet, ti ke dhe një vajzë e cila jeton në një zonë periferike apo pse jo edhe në fshat. Jetojmë në botën digjitale, tashmë gjithçka është në një kompjuter, në një laptop, në një telefon dhe vullneti bën gjithçka. Por, për sa i përket atyre strukturave që duhet që vajzave dhe grave t'ju ofrojnë atë që meritojnë, duhet që këto struktura shtetërore të bëjnë detyrën që duhet, jo për t'ju dhuruar grave diçka, po për t'i letësuar që ato të shkojnë në vendin që meritojnë. Gruaja është jeta si në fshat, si në qytet. Pa gratë nuk ekziston asgjë në botë, ama gruaja duhet të ketë pozicionin që meriton në shoqëri.